perceptimin tutje tek të huajt për UÇK-n dhe a mund ndodh ndoshta një gjë e tilla, duhet të ndërmerret diçka pak më shpejt lidhur me këtë çështje dhe ndoshta të mos ndryshohet historia e tërësishme e Kosovës. Po tash konsideroj që jena shumë vonë, tash po shihet që në muaj tjetër do të përfundojë procesi dëshmitarëve të zyrës prokurorit special. Edhe qeveria ka qenë neglizhente, ka qenë pasive, ka qenë spektatore, për mos të thënë ka qenë, si me thënë, e gëzuar, apo në komoditet që krerët e UÇK-s janë në një proces jo transparent, nuk ka kriju asnjë mekanizëm të mbikëqyrjes apo monitorimit ndërkombëtar. Madje ju e keni pa që më shumë këtë proces gjyqësor e ka mbrojtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos eksponentët si që është Grenell dhe është Donald Trump duke goditur prokurorin Smith, i cili akuzohet apo po hetohet për korrupsion dhe po hetohet edhe për korrupsion për ngritjen e akt akuzës ndaj krerëve të UÇK-s. Pra është dami që ju ka bërë krerëve të UÇK-s, tash është shumë vonë dhe shihet që kjo mazhorancë edhe se është një detyrë që pritet të certifikohen pra rezultatet e zgjedhjeve të 9 shkurtit, nuk ka në mendje që të merret fare me procesin e krerëve të UÇK-s dhe po seriozisht nëse për fatin ne presim pafajësi dhe besojmë pafajësi, po ndodhi e kundërta, seriozisht do të rrënohet imazhi i krejt themelit të luftës për liri dhe me rrezik edhe të përmbyset historia në kuptimin nga në sytë e ndërkombëtarëve. Po. Për juve, zotëri Hoti, po zhvillimet që po ndodhen vetë në Hag, a mund të themi ashtu, a mund të konsiderohen ndoshta